Përshëndetje dhe mirë se erdhë në kanalin Syri i Tretë. Ky është episodi i dytë dhe tema e sotme është po aq interesante dhe po aq e panjohur deri më tani. Të shikojmë se si gjuha shqipe e zgjeron interpretimin e një mozaiku kompleks të ngjetur në Antakya të Turqisë së sotme, duke u nisur nga interpretimi artistik, simbolik, i vetë kompozimit dhe etimologjik të fjalëve që gjenden brenda këtij mozaiku. Bëhet fjalë për mozaikun e njohur deri më tani si Trifi dhe Bios, një mozaik i periudhës romake të shekullit të 3-5 të erës sonë. Mozaiku sot gjendet në Muzeun e Ontarios, Kanada. Si shihet në figurën, kompozimi përbëhet nga 3 pjesë të ndryshme. Në të majt gjendet Trifi dhe në të djathtë Bios, të ndarë nga një dekoracion me rombe dyngjyrshe. Të nisim nga e majta me mozaikun e Trifit. Mozaiku konturohet nga një shirit i dhëmbëzuar me 3 shkallë që simbolikisht paralajmëron një lidhje simbolike me numrin 3. Në fushën e bardhë gjendet e shtrirë, mbi një shiltet të bollshme A jastëk, një femër e identifikuar nga shkrimi si Trifi, me një kup në dorë të zgjatur. Në greqisht kjo fjalë nënkupton butësi, rehati, madhështi, ekstravagancë e tjera. Përveç kësaj, emri nuk presupozon ndonjë emër personazhi të shquar apo perëndie amuz. Kupa jo e zakonshme nga forma dhe e zgjatur larg vetes si një formë refuzimi, i afrohet simbolit fi dhe ngjashmëria me të është e dukshme. Kurora në krye tregon një klasë të lartë dhe pse veshur thjesht dhe pa saltanete, koltuk, stoli të tepërta apo shërptor, por mbuluar me ngjyrë ari. Këmba e zbathur e përforcon këtë analizë dhe jep idenë e kontaktit me tokën, si një lloj tokëzimi. Vështrimi në drejtim të kundërt me kupën shpreh qartë refuzimin, sikur thotë mbaje larg, mos e pafsha me sy. Kuptohet se kupa është me verë. Përse ky refuzim? Këtë pyetje e plotëson analiza e mëtejshme. Fjala Trifi, në 2 mozaik të tjerë të zbuluar po në Antakya të Turqisë, gjendet i ndarë në 2 pjesë, siç duket edhe në figurë. Megjithatë, edhe në mozaikun në shqyrtim, gërmat nuk janë të barazlarguara. Përveç kësaj, gërma fi ka formë të çuditshme. Përveç se ngjan me kupën, ngjan edhe me një sy të ndërprerë nga një shkronjë S, vertikalisht. Nëse e zhbirojmë simbolin dhe fjalën, atëherë do të gjejmë edhe mesazhet e mozaikut. Nëse ndahet fjala dhe simboli fi, atëherë do të kemi rezultatin e mëposhtëm. Tri o si. Pra, tri o sy është syri i tretë. Pra, mesazhi u gjet. Syri i tretë kërkon të rish larg alkoolit, ose e thënë ndryshe, alkooli mban peng syrin e tretë. Prandaj duhet mbajtur larg. Nëse arrin këtë, të hapësh syrin e tretë, do të jesh mbretëresh e vërtet edhe pa qenë atill. Ky puzzle që mjeshtri ka kompozuar për disa arsye zbulon hapur mesazhin që çuditërisht u zbulua nga gjuha shqipe, nga këndvështrimi ndryshe dhe i thatë i deri më tanishëm. Ndërkohë që edhe interpretimi klasik nuk mohohet. Një jetë pa saltanete dhe luks mund të jetë po aq luksoze nëse alkooli hyn te luksi. Shiriti i dhëmbëzuar paralajmëroi që në fillim se tema lidhej simbolikisht me numrin 3. 3 elementët, portreti i pari, kupa dhe simboli i dyti dhe puzzle-i i shkrimit i treti, u lidhen bashk dhe të treja folën për të njëjtën gjë, pra për syrin e tretë. Këshilla gjendet ende bashkohore. Vepra është rishfaqur edhe një herë, që këtë herë të mos kaloj pa u vënë re. Autori ngelet anonim,
dhe duhet falenderuar për kryeveprën që ka lënë pas. Në anën tjetër, i pasqyruar gjendet aspekti mashkullor, ku kupa mbahet prej bios pranë vetes, por gjithsesi nuk shikohet, nuk pihet. Pra syri i tretë gjendet edhe aty. Fjala bios në greqisht do të thot jetë, por a mund të interpretohet ndryshe kjo fjalë? Këtë po u halë juve ta komentoni si dhe interpretimin e bërë deri më tani. Duke ju kujtuar të mbështesni kanalin Syri i Tretë, duke bërë subscribe, ju sugjeroj të mos e humbisni episodin e radhës. Ju falenderoj që më ndiqni dhe miru dëgjofshim.